Në 8 përsëri në një shifror dhe u ndërprej ajo seria e suksesshme e Go+5, e cila po e ndjek fitoren e parë pas 5 humbjeve rresht, atë që ju kam thënë edhe në start. Pra saktësisht një muaj e gjysmë pas duelit në Mizajrismë, të cilin e kishte fituar Roveci me rezultat 83-71, kur Go+5 aso kohë ka qenë e dyta në tabel me 7 fitore, 4 humbje. Dhe Roveci kështë qeni 5 me 5 fitore, 6 humbje. Të dyja skuadrat janë fut në krizë të madhe dhe kanë ra poshtë në renditjen tabelare. Për Rovecin duhet të theksuar se ajo ka qenë fitoria kundër Go+5 në Mizajrisma. Kishte qenë fitoria e fundit, sepse në vazhdim ka pësu 6 humbje rresht dhe ka zbrit nga pozita 5 në të fundit, kurse Peja ka fituar vetëm një duel duke pësuar 5 humbje rresht dhe nga pozita e dytë ka zbrit në pozitën e 5 dhe të dyja të sonte po luftojnë për të ndërpren serin e zez. Roveci të 6 humbjeve rresht, Peja të 5 humbjeve rresht. Adonis Tomasi tenton me treshe, nuk e realizon, 2 i ka... Opa. Për mrekulliatje Musab Mala, asiston dhe touch green realizon për 46 me 36. Rosh për Puljanin, Thomas e hapin lojën atje dhe i krejojnë koridorin për të fut dhe për të realizu Puljanit, i cili revanshot na 2 pikshin pak më parë. Musab Mala për Shëndritin. Williams tenton me treshe, është i pasak kësaj here dhe mbetet o shohen Williams me 9 pikët e realizuara nga pjesa e parë. Shpejt lëviz topi atje, Albin Berisha depërton deri në fund për mrekulli, kërkojnë faul atje. Spjegohen atje me Selman Senën dhe trenerin Goran Samargjev. Referi Shabani dhe ju tregon pse nuk ishte faul. Tentimi Williamsit për 3 pik, nuk realizon. Lufta vazhdon. Shëndrit Lapi është më i vëmendshmi atje dhe fiton duelin. 2 minutat e para nga 2 pik se cila skuadër. Tenton atje O'Shawn Williams, mbetet me 9 pikët e pjesës së parë. Më i larti në kërcim është Julian Rush dhe ky është kërcimi i tij i 11. I ka 4 pike, 11 kërcime. Rush me vërtet është duke dominuar në bukur atje. Albin Berisha e vazhdon atë që e nisi Rexha. Kapiteni, topi përfundon te Tomasi. Edhe në fund Thomas temendi për pikën e tij të 14 pikë të Adonis Thomasit, i cili afron rezultatin në 6. Edwards tani lufton me Roshin, 2 fishohet nga Pullen, i cili ndihmon dhe kthehet në dhëm. Të shohim gabim në hapa nga O'Shawn Williams. Është ky topi i dytë i humbur i Williamsit. Interesant është të themi, për ju që i përcjellni statistikat, se 3 lojtarë të Go+5 në këtë çast kanë indeksin prej +12, Green, Edwards dhe Williams. Green dhe Edwards nga 10 pik, Williams 9 të realizuara momentalisht. Sa bukur depërton atje. Mirë po, i rëshqet topi dhe e huq Kentrell Pullion. Isaiah Jumepig i lënduar. Nuk është inkuadruar në lojë, ndërsa në anën tjetër mungon sot e Go+5 edhe Dardan Berisha, kapiteni,
i cili pra tash ka shkyrje të muskulit pasëm të kofshës, hamstringut dikun 8 cm, do të mungoj edhe minimum 3-4 javë. Mala i sak nga tentimi ti i par, 9 pikë të Musabit, nëse realizon edhe këte gjuajtje të lirë, e bën, bëhet lojtari i tretë Go Plus Bea me 10 pikë. Mala 10, Green 10 dhe Edwards nga 10 pikë. 9 pikë i ka Williams dhe kjo katërshe ka realizuar 39 nga 48 pikët e Go Plus Beas. Shkon topi për Bard Region i cili e ka dorën e butë nga këndi dhe ditë të bombardon këte dhe dëshmon dhe treshën e 4 të Rahovecit e qëllon. 4 treshe tani Rahoveci nga 20 tentime, dërsa Beas për 4 treshe janë dashur 11 tentime. Në anën tjetër, Musab Mala, fantastik! Në treshe përgjigjet me treshe, Bard Regja në një anë, Musab Mala përgjigjet në anën tjetër. Është kjo treshja e tretë e Musabit pa huq fare dhe është më efikasit tani. Bard Regja tenton të përgjigjet në anën tjetër. Kësaj radhe nuk e arrin. Mala me 13 pikë, prej tyre 3 treshe nga 3 tentime, 100% efikas. Mala dhe Williams e kthen të Shëndrit Lapi. Edhe tani 2 treshe rësht pas Musabit, edhe Shëndriti bombardon 6 pikë. Arresht pra po e dëgjoni. Lapi. E duan këtu në Karagaq Shëndrit Lapin edhe Musabin, sepse po luftojnë me mishë me shpirt me të vërtet. Dum Mala Lapi, 6 pikë resht, dhe posa kishte afruar rezultatin në vetëm 5 pikë. Skuadra e Rahovecit me këto 2 treshe largohet përsëri në 11 pikë. Referi kryesor nga Dhim Shabani dhe Amar Gjekovici e rishikuan situatën nëse ishte treshe apo dyshe, e panë se çdo gjë ishte në rregull dhe mbetet pra 3 pikë i Shëndrit Lapit. Thash pas asaj treshe të Bard Regjës, kapitenit nga këndi, kur afroi rezultatin në 5 pikë, 48 me 43, u kthye Go Plus Bea përmes Musab Malës dhe Shëndrit Lapit me 2 treshe të një pas njëshme për të rikthyre përsin gati maksimale prej plus 11. Gjysma e qerekut të tretë po kalon. Topi humbur atje, Green për Oshon. Sa bukur Oshon, Williams me lëvizje mashtruese, komplet mbrojtje në anën e majte, dërgoj dhe vetë depërtoj shënoj për 56 me 43, e tash kjo është e përsia më e lartë prej 13 pikëve. Kemi një seri prej 8 me 0. Ato 2 treshe dhe ky depërtim. Albin Berisha, Shoshaj, dueli i 2 tresheve. Tentim në sekundën e fundit, nuk shënon. Aregja, Williams. Shoshaj i kryon vetës hapësirë, mirë po edhe pse e huq Edwards me kërcim. E shpëton këte to për shky kërcimi 6 i Edwardsit. Fatlindi depërton derën në fund. E huq por përsëri Edwards. Realizon pika e tije 12 dhe kërcimi 7. 2 kërcime në sun me 2 pikë në këte aksion për 58 me 43. E tash kjo është e përsia më e thellë prej 15 pikëve. Edwards ullët me pushu. Rikthehet në loj
transferi i ri. Logan Rout. Qendra 211 cm. Dy zhuajtje të lira. Lojtari me numër 25, Jalen Johnson, ka shkaktuar personale. Do të jenë dy zhuajtje të lira, thash Jalen Johnson vjen nga NBA G Liga, nga Westchester Knicks, pra skuadra si motor e ekipit New York Knicks, ndërsa ka qenë pjesë e programit të njohur në College Wake Forest. Nuk realizon, 59-43, një e qëllon, një jo lapi për e përsin maksimale prej 16 pikve. Pra, kemi një seri prej 11-0 adhurus të basketbolit. E vjet topin Pullian, a do të ndërpren këtë seri, po, dalet në mënyrë të paljuar nga Fatin Shoshaj, Kentrell Pullian. E tani, pak minuta dhe për Hadis Durgutin. 20 vjeçarin. Hadis Durgutin, 188 cm i gjatë. Herën e parë është i pasakt Pullian. Është 67% efikasiteti nga vija gjuajtjeve të lira në këtë edicion, sonte 7-4, 8-5 nga vija gjuajtjeve të lira, është kjo pika e 13 e Pullianit, i cili ndërpren në serin prej 11-0 të Go Plus 5. 59-44, 3 minutat e fundit, tentim për 3 piki Fatin Shoshajt, nuk qëllon Pullian me i larti në kërcim. Depërton deri në fund, blokot atje nga Rout, kundër sulmi shpejt situat 3-2, Fatin Shoshaj e huq, Rout tenton, por te Johnson topi përfundon. Durguti në anën tjetër nuk po e shohin, në kënd e ka dorën e but Hadis Durguti, por s'po e shohin. Fisnik Rugova lufton atje, deri në fund, nuk realizon, dhe Johnson e përmirëson, shënon, dalet me faul, do t'i ketë edhe 2 zhuajtje të lira. Pika e 5 të Jalen Johnsonit. Berisha tani inkuadrohet në loj. Kentrell Pullian ullet për të pushu me 2 playmakera vendor, me Durgutin dhe Berishën, po luan trajneri Macedonës Samardžiev. Huq gjuajtje në lirë Johnson. Shumë gjuajtje të lira të huqra, e 6 është kjo. 59-46 mbetet rezultati. Williams e mbyllin atje mirë, presion bëjnë Oshoan Williamsin, edhe pse e lejuan të depërtoj, megjithatë e mbyllën atë korridorin e depërtimit drejt koshit. Time out ka kërkuar trajneri kroat Miločići. Një seri prej 11-0, me vërtet e ngriti rezultatin në maksimumin prej plus 16. Pas asaj treshe një starti të mirë të Arahovecit. Ja, pra, kjo është ajo treshja e Bardregjës, në cilën u përgjegj Musab Mala me këtë treshe, e më pas
Pra pas Musabit edhe Shëndrit Lapi, ja kjo është e treshe Shëndritit, në të dyja rastet të Sean Williams ishte shpërndarësi topave asistuesi, dhe me këto dy treshe dum edhe nisi seria për 11-0, të cilin e vazhdoj pikrisht të Sean Williams me këte lëvizje të bukur mashtruese dhe depërtim para atyre dy gjuajtjeve të lira. Me të vërtet një ndeshje me ndryshime të mëdha. Raoveci arriti, vërshtarët arritën të afron rezultatin në vetëm 5, mirë po, fal një presionit të hatashëm me treshe fillimisht, ato asistimet e O'Shawn Williamsit, e më pas edhe depërtimet e ti, u shkëputën në maksimumin prej 16 pikëve, tentim për treshe nga Johnson. Hadis Durguti e vjet topin për mrekulli, djaloshi i ri, Hadis Durguti, Lanson nuk realizon, Mala lufton, Albin Berisha është pranë ti, ndalet. Dhe kërkon trajneri Miločić të organizohet sulmi. Edhe publiku i pakti cili ka ardhur në Karagaq, po e përkra Arti Hajdari, është rikthyer në loj, ka rikthyer me treshën e ti edhe përsin maksimale prej plus 16, kur kanë mbetur edhe 1 minutë e 21 për përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshe, Adonis Thomas. Është kjo treshja e tretë e ti, pika e 17, 62 me 49, Mala për Artin, Arti depërton deri në fund, sa bukur atje, shënimi nuk pranohet, sepse faulli ishte poshtë nga Albin Berisha, i cili ndihmoi atje qendrat. Albini ish lojtari i PES, 186 cm, 25 cm më i shkurt se giganti i porsa ardhur TPA Logan Rout. Do të rishikot nëse është faul jo sportiv apo jo. Të shohim. Të shohim se çka ka vendosur referet. Faul jo sportiv i Albin Berishës. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Logan Routin. Ja shpjegon referi Amar Gjekovici, është i saktë në tentimin e ti të parë Logan Rout. Dhe kjo është pika e ti e parë në Pro Credit Super League. 63 me 49. Realizon të 2 gjuajtjet e lira. Topi do të rivohet nga anash. Williams i thot Artit lene se une e rivoj topin. Mala për Williamsin, bashkëpunojnë mirë këtë tandem. E të vërtet. Edhe 3 sekonda. Williams! Nga bjeshte, Nemuna e dërgon dhe të vendi e qëllon për 67 me 49. E tash kjo është e përsia më e lartë prej plus 18.
Pullin do të rikthehet në lojë. Berisha pick and roll me Fisnik Rugovën. Pressing atje i pejanve. Albin Berisha ndalet në mënyrë të paljuar nga O'Shawn Williams. Është kjo personalja e dytë e Williamsit. Nga 3 personale kanë Lapi dhe Shosha, i cili po kthehet në lojën vend të O'Shawn Williamsit. I jashtëzakonshëm 7 asistime të Williamsit, i cili ka dhe 14 pikë, është më efikasi. 13 pikë i ka Musabi, i cili ka edhe 3 kërcime, 3 asistime. Fisnik Rugova ja mbyll Raut rrugën. Adonis Thomas kërkon kontaktin me Lapin. Raut dominon në kërcim, Shëndrit Lapi e pret atje, i pret bashkëlojtarët, e vjedh topin atje Johnson dhe çfarë ngulitje e Jalen Johnsonit. Topi vjedhur, iksi raket, fluturon për pjetë dhe dum. Jalen Johnson për mrekulli, për 67-51. Timeout ka kërkuar trajneri Darko Milačići. Ja, ky qerek deri tash 23-13 me vërtet ishte një seri e hatashme, të cilin e pam gjatë timeoutit të kaluar adhurues të basketbollit, pas asaj treshe të Bard Regis për 48-43, pasuan 2 treshe të Musab Malis dhe Shëndrit Lapit, në asistimet O'Shawn Williamsit, i cili më pas e pati atë aksionin fenomenal kur deportoi dhe vetë realizoi. Seria pri 11-0, e cila rezultatin prej plus 5 ngriti në 16, pak më herët, pas asaj treshe të cilën e realizoi pikrisht O'Shawn Williamsi. Rezultati arriti maksimumin prej 18 pikëve, 67-49, para se Jalen Johnson të vjedhte topin nga Shëndriti, i kthe në kundër sulm për të afruar rezultatin në 67-51, te Go Plus Peja, aktualisht lojtari më efikas është O'Shawn Williams me 14 pikë, i ka edhe 7 asistime, ndërsa Caesar Edwards me 12 pikë e 7 kërcime është po ashtu në mesin e me të më mirëve. Natyrisht Musabi fantastik sonte, i mrekullueshëm Musab Mala, 13 pikë, 3 kërcime, 3 asistime. Sa i përket Musabit, duhet theksuar se ka realizuar 3 treshe nga 3 tentime, 100% efikas, dhe tandemi Mala Williams, liresh mund të themi se janë më të merituarit për këtë avantaj dhe lojë të mirë në përgjithësi të Go Plus PS. Arti për Musabin, Durguti pran Hajdarit, e përcel atje Durguti Artin, lëvizje bukur mashtruese e Artit, i cili i kthen te fatlindit, tenton, treshe nuk e realizon, por s'ka problem kur e ki gigantin. Logan Raut është në vend për 69-51, e rikthen e përsin më të lartë prej plus 18. E vjedh topin për një qas Thomas, por nuk ishte i vëmendshëm Durguti që ta vazhdojat sulm. Arti Hajdarit tenton dhe treshja e Arti Hajdarit për e përsin më të lartë prej 21 pikëve. Një pjesë e dytë e jashtëzakonshme
e Go Plus P-ës. 23-15, faktikisht është çereku i tretë. Time-out kërkoi trajneri Samardžiev. Kthehemi me pamje në parket pas këtij time-outit kërkuar nga trajneri Goran Samardžiev. (72 me 51). Komplet pesja startuese e Go Plus P-ës ka realizuar pikë dyshifrore. Do të rikthehet Rosh. Vjen përsëri 2 pikë nga Rout, është kjo pika e tij e 7 për 74 me 51. Visare Jupi e kthen te Adonis Thomas. Tenton, nuk realizon Thomasi. Jalen Johnson tenton të përgjigjet, lufton atje Adonis Thomas, megjithatë në fund Edwards kundër sulmi shpejt për Logan Routin, i cili i shmangët atje në mënyrë të thjesht e mbyll me 2 hap 76 me 51 përsia më e lartë. Musa Mala e pranon faulin e tij, Rosh do të kthehet në parket plus 25 përsia më e lartë deri tash. Go Plus P-ës Sean Williams do të kthehet, largohet Musabi, i cili duar trokitjet nga publiku për performansën e tij të shkëlqyeshme. Edhe 7 minuta e 45 sekonda deri në fund. Nesër mbrëma në program i kemi 2 ndeshje vllazënimi Bora nga ora 17 dhe nga ora 19:30 Trepça Golden Eagle Ylli. Opa, vjen tresha e Visare Jupit, 76 me 54. E ndërpreng këtë seri. Prej 9-0 në start të çerekut të tretë, po shkon Peja me këto seri 11-0, 9-0, e pati edhe një seri tjetër 10-2. Po shkëputet do të po hyn 1 minutë e gjysmë 2 në këto seri, të cilat masaj po duhet me indjek Rahoveci, i cili përveç në start, pra thash në ato 4-5 minutat e para, kur dominoj, me pati e përsin më të lartë prej 9-2, në vazhdim e humbi kontrolin e kërcimeve, dominimin e kërcimeve. Dhe poshtu dhe të asistimeve, pati në çerekun e parë në ato 4-5 minutat, pati 3 asistime më tepër, ndërsa tash definitivisht duke i falenderuar këtij njeriu i cili e ka topin dhe po organizon sulmin Sean Williamsit, që deri tash ka realizuar 7 asistime, po edhe Musab Malës, i cili ka 4. Skuadra e PES sonte ishte shkëlqyeshme, pra ky tandem i ka realizuar 11 nga 16 asistimet e verdhëzinjve sonte. Johnson bukur depërton për mrekulli pranë Shoshaj dhe Hajdarit, edhe realizon për 76 me 56. Një mini seri prej 5-0 e Rahovecit, shkon topi për Artin, lëvizje mashtruese, futet atje, luftojnë në fakt dy gjigantët
Logan Rout dhe Julian Rush. Të dytë ka 211 cm, topi disputueshëm i takon kësaj radhe Rahovecit. Më pak se 7 minuta loj, Tash Green do të kthehet në loj. Johnson për Ejupin. Luan me këmba atje Visari, topi humbur. Tash Green për Logan Routin, i cili në 11 minuta loj. Debutimin e tij pati deri tash 9 pik, 4 kërcime dhe një top të vjedhur. Caesar Edwards, lëvizje bukur mashtruese e Edwardsit, por e mashtruar edhe vetën sepse shkaktoi gabim në hapa. Është ky topi i dytë i humbur i tij. Edwardsi sonte deri tash ka 12 pik, 8 kërcime, 2 asistime, 2 topa të vjedhur edhe 2 blokada. Jashtëzakonshëm edhe Edwardsi, me të vërtet pesha startuese sonte ka qenë e mrekullueshme. Topi humbur, nuk kupton atje tandemi Johnson dhe Pullian. Chris Cross, 8 pasimit atje. Sekonda e fundit, Mala për paksa nuk qëlloj pe 11 metrave atje. Edhe njerë Musabi për O'Shawn Williamson. Williams tani kësaj radhe tenton, asaj nuk realizon. E prishi Musabi përqindjet ti perfekte, 3-3 për 3 pik me atë tentim parës. Johnson për Bardregën, edhe njëherë parës kishte shënu, kësa radhe jo, Bardregja e vjedh Musabi, ik në kundër sulm, për mrekullia atje, e humb këtë top, nuk arrin ta kontrollon Kentrell Pullian. I thot Goran Samargjiev qu, mos vajta. Edhe 5 minuta 19 sekonda deri në fund të duelit. Dhe sipas gjitha gjasave, nëse nuk ndodh ndonjë mrekulli e madhe dhe e papar, Peja do të jetë ajo skuadra. O'Shawn Williams deporton, realizon pikën e tij të 16. I ka dhe 7 asistime. Williams për 78 me 56. 22 pik dallim. Dhe sipas gjitha gjasave, pra Peja do të jetë ajo skuadër e cila e ndërpren serin e zezë prej 5 humbjeve rresht. Kjo është fitoria e parë pas 5 disfatave, ndërsa kriza e vreshtarëve vazhdon. Do të jetë kjo disfata e 7 rresht, që nga jo fitoria e fundit pikërisht ndaj Go plus Pejës me 14 dhjetor në Mizaj Risma. Më asnjë ndeshje nuk e ka fituar skuadra e Rahovecit. 0-29, ka pësuar 6 humbje rresht, kjo do të jetë e 7-ta. Dhe Telashe po e ndëgjoni. Lapi e thrasin emrin e ti. Mirë po, do të kemi time out para se Shëndrit Lapi të inkuadruat në loj. Po e dëm publiku Pejan Shëndrit Lapin. 9 pikë të ti i ka dhe 6 kërcime, me të vërtet luajti për mrekulli Shëndrit Lapi. Alo Qendra e Go plus Pejës. 9 pikë i ka dhe kapiteni Arti Hajdari.
Ja, nëse shikojmë tabelën aktuale, pra me këte fitore, Go plus Peja kalon në pozitën e 4, Cigal Prishtina bjen në pozitën e 5. Barazohet Go plus Peja me fitore e humbje, pra sukses prej 50%, 9 fitore, 9 humbje. Cigal Prishtina bjen në pozitën e 5, me 8 fitore dhe 10 humbje, të 10-ën e psoj paraprakisht në Sezai Suroi, 84-63 nga Bashkimi, dërsa në esën brëma Golden Eagle Ylli, i cili në fillim të janarit ishte në pozitën e fundit unë ngrit dal nga dal, dhe është një prej skuadrave më në formë së bashku me Trepshën në elitën e basketbollit kosovar. I kishte vetëm 2 fitore e 8 humbje, ndërkohë pra po e shohim aktualisht 8-9 është Golden Eagle Ylli. Dhe po lufton që të shpërthen në mesin e top 3 skuadrave. Në anën tjetër tenton Visare Jupi, pa sukses. Tash Green nuk ngutet, e kap këtë top. 81-56. Anën tjetër depërton, realizon O'Shawn Williams show. I arzakonshëm 21 pik të O'Shawn Williamsit. Musabi nuk ngutet. Tenton Musabi, pas atyre 3 tresheve të qelluara rresht, 2 huqe të Musabit e prish pak efikasitetin. Kentrell Pullian e kthen te Visare Jupi, i cili nuk realizon, lufta vazhdon. Kentrell Pullian, topi e shikon atje referin, as nuk po don me fol. Pak minuta edhe për Sokol Nilën. Tani të dy referet po inkuadrojnë lojtarët vendor. Edhe Kujtim Mujkani. Deshi që të angulit atje, por topi hyrje duli, betët 83-56. E tani, komplet, lojtarët vendor do t'inkuadroj trajneri Milacic. Arti Hajdari bombardon për 86 me 56, 30 pike përsi. Kjo është e përsia më e lartë. Edhe 2 minuta deri në fund. Kujtim Mujkani lufton, Tash Green e blokon edhe njerë topit e Kujtim Mujkani. Në anën tjetër, Bardh Regja realizon 86 me 58 dhe komplet. Tani peshja vendore, Musab Mala largohet. Elion Hasanaj, Sokol Nila, Olti Salabegolli, Shëndrit Lapi, dhe Drina Demaj. Në anën tjetër Hadis Durguti, përmirëson atje Kujtim Mujkani. Salabegolli kërkon blokun nga Shëndrit Lapi, depërton deri në fund. Nuk ka shënim, Shëndrit Lapi për mrekulli, asiston dhe pikët Drima Demajt ja mundëzën. Nuk është vetjak Lapi për 88 me 60, tentim për 3 pik, nuk ka shënim. Topi vjen të shëndrimi, Adema Iri depërton nga koshi në kosh dhe pikën e 4 të ti, ekspresi e realizon Drima Adema Iri.
Sa mirë me parinin të lujt. Kujtim Ujkani për Visare Jupin, tenton për 3 pik, nuk ka shënim. Nila depërton, Sokoli e kthen. Blokohet Sana Begolli, e përmirëson dhe edhe ai në listën e kosha shënuesve shënohet. 92-60, faul i Sokolit Nilës. E tani pak trajneri Samargjeve inkuadron edhe Neron Sylkën e ri. Neron Sylka. Edhe Elif Haxhi Murati fakt. Sekondat e fundit kërkojnë nga Nila. Luan me këmba atje Visare Jupi. Haxhi Murati tenton, nuk realizon. Shëndrit Lapi dhe ndeshja përfundon me rezultatin 92-60. Pak atmosferë në fund me inkuadrimin e lojtarëve të ri, fitore e 5. Shumë shpejt do të jemi me intervistat e 2 trajnerëve.
Këtu jemi me trajnerin Samardžiev. Coach, very tough game. You started very well. You had a series in the beginning and you maintained the rhythm in the first half. But then something happened in the third quarter. What happened in the second half? Yes, our short roster in this moment, the result come like is in this moment, 90-60. We start very well this game, but after that we play with only 1 point guard. The second point guard is injury, but it's not reason what we don't fight on this game. We let him very easy points from offensive rebound, from fast break. We don't cut with the foul. We finish the last quarter with 1 foul. This is not serious. We must change something. For sure we change some players now because like this we can play. They beat us in every moment. So. Okay, who's going and who's coming? Who's going to stay? Who's going from the team? We will see tomorrow, but we will come point guard for sure, but then maybe one big guy, but we will see how is the president of the club, how they say. Okay. Thank you very much. Pra, ajo që tha trajneri Goran Samardžiev, e pyeta në pjesën e parë janë mbajt mirë, në pjesën e dytë ndodhi, çka ndodhi, tha po kemi leju shumë, nuk kemi luajtur mbrojtje, patëm një lojtar, një playmaker të lënduar, dhe me një playmaker nuk mundesh me lujt, pastaj kemi leju shumë deportime, shumë pikë të lehta, e kishte fjalën për O'Shawn Williamson, shumë kërcime në sulm, pikë të dyta të realizuara pas kërcimeve në sulm, thjesht nuk është arsyetim që nuk kemi pas mungesë të lojtarëve, sepse ka mungu edhe lufta. Do të kemi ndryshime, do të ndryshojmë disa lojtarë. Bëhet fjala për ardhjen e një playmaker dhe një qendre ishte totalisht i pakënaqur me performancën e lojtarëve të tij trajneri Samardžiev. Për disa çaste do ta kemi këtu edhe trajnerin PS Milošić. Jemi trajnerin e PS, coach Rahoveci started well with a 9-2 series, then the first half also you finished it with 8 points, and then something happened in the third quarter. What was the key factor of your win tonight? Defense. If you can see, that was 60 points from Rahoveci. Rahoveci won us 1 month ago, so I watched that game during this week. This week I have luxury that I have practices, so from Monday, I meet the team on the right way, team meets me, so we put some targets on their strongest point, and I say that we can win the game just with the defense. So on the halftime, I make some critics because we didn't use their turnovers to finish with the fast breaks, to finish the game after 2 quarters, so they came back. They are a very dangerous team, what was visible in the first quarter, and we survived with this defense. So most important thing, that passion was very good. Thanks for the crowd, they was very positive and they give us support. So this is very important victory for us, not just because of 2 points, it's because we are in a crisis, let's say 2 months, as I can see, because I arrived 9 days ago, so I'm watching the games from the past, so I saw some crisis in a team and we have put our confidence up. Thank you very much. Thank you. Pra, ajo që tha trajneri Milošić është se pas pjesës së parë, pas atij startit të mirë të Rahovecit, u vendos balanci dhe në pjesën e dytë thash çka ndodhi, si u shkëputët, tha Chelsea i fitores sonte ka qenë mbrojtja, tha vetëm mbrojtja. Tha, unë e kom shiku ndeshën të cilin Rahoveci ka fitu para 1 muaj e gjysmë, tha dhe aty kom pa që i kanë shumë lojtarët rrezikshëm, sidomos lojtarët fundore, kishte fjalën për Puljanin, pasi që Aizeumi pikërisht e i lënduar, dhe tha është dashur që t'i ndalim, tha i kam kritiku
pas pjesës së parë, sepse sikur se patët mundësi të shihni, Rahoveci ka realizu vetëm 60 pikë dhe kjo ishte edhe qëllimi im që t'i ndali me mbrojtje të mirë. Tha i kam kritikuar pas përfundimit të pjesës së parë që nuk i kanë shfrytzuar topat e vjedhur dhe topat e humbur faktikisht Rahovecit për t'i përfunduar me kundërsulme të shpejta. Kam kërkuar nga ta që të jenë maksimalisht koncentruar, sepse Rahoveci është skuadër e rrezikshme dhe e keni pas se si arritën që të na mbri në pjesën e parë, andaj shumë seriozisht jemi qas luajës në pjesën e dytë me mbrojtje shumë të fortë dhe kjo edhe ka qenë arsyeja e fitores. Tha kemi punuar, jemi të vetëdijshëm për krizën në të cilën jemi. Kjo fitore e PES sonte është shumë e rëndësishme për daljen nga kjo krizë dhe do të vazhdojmë të punojmë, ishim fjalët e trajnerit të PES, ndërsa unë e lo takimin me juve nesër në ora 17 në palestrën Shani Nushi, ku vllazëimi e pret Borën. Do të jetë kjo një ndeshje fantastike, dy skuadra të cilat po luftojnë për mesin e tabelës, kurse java e 18 do të përmbyllet në Minatori, po ashtu me një ndeshje fenomenale, Trepça dhe Golden Eagle Lulli, dy skuadra të cilat aktualisht janë në top form. Nga unë Agon Fehmiu dhe Efekt Media, cila realizoi sonte për Art Motion, kaq sonte nga Karagaçi.